Ti bën fëmija 9 vjetë edhe të mos me ditë as shkrim as lexim edhe mos me bo asnjë ditë shkollën kohën e sotme në Shqipninë moderne, në Kosovën moderne, me ndodhë të gjana nuk është mirë. Në fakt, unë si print jam interesu shumë, kam shku në institucionet përkatëse, në drejtorinë arsimore, në Ministrinë e Arsimit, kam kontaktu dhe me drejtoresha të shkollave të ciklit të ullët, jam konsultu me to, kam pas pjesë edhe psikolog aty pjesë të shkollës, por është e pa mundë për shkak të mos vaksinimit. Ky vaksinimi nuk e përballot dot sepse janë 2 shkendije të cilat në qofse brenda 24 orëve rejsi merr vaksinën dhe këtë e kap epilepsia dhe vaksina është me pertus që ka goditje, këtë ose mund ta penalizojnë për gjithë jetën ose mund ta lejnë me gjymtyr ose mund të dëmtojnë shëndetin e tij. Pa, nuk ka në zgjidhje për shkollë që të bëhet në mësim privat adekuat vetëm për këta, nuk e parashe ligja puna? E kam kërku këte në Ministrinë Arsimore në Shqipëri,